Mi mbrëma shqiptar kudo që ndodheni, në Evropë, në Amerikë, Kanada, Australi dhe shqiptarët e mi të varfër në Shqipëri. Dashur shqiptar, sot do t'ua shpjegojmë për çfarë arsye arsimi, ligji, ekonomia, biznesi, bujqësia, politika shqiptare dhe politika e jashtme. Dashur shqiptar, ka 32 vjet që arsimi qëllimisht e kanë bërë në atë mënyrë që studentët të largohen nga shkolla, për arsye që të mos ketë kulturë më në tokën shqiptare. Arsimi është më rëndësishëm, çdo shtet mbahet në 3 shtylla. Është arsimi, policia dhe pensioni. Për çfarë arsye them policia? Policia është e shqiptarëve për të mbrojtur qetësinë. Pa polici nuk ka asgjë. Po policia për 32 vjet në Shqipëri, shefat e tyre të quajtur shefa, e mësova këtë fjalë në Shqipëri. Do me thënë, drejtorët e policisë, bosat e policisë, ata vetëm vjedhen dhe ngatrojnë shqiptarët. Kurse policia, 95% të policisë nuk kanë bukë të hanë. Pagohen me, do me thënë, çmimi mi shtrenjtë për ata është $600. Po e them në dollar, sepse qëllimisht është bërë këto 32 vjet i quajnë parat me të reja e me të vjetra. Qëllimisht për të shkatruar shqiptarët. Nuk ka para me të vjetra e me të reja. Leku është leku, që është bërë qëllimisht. Pra të dashur shqiptarë, ligji është sot në Shqipëri, ligji është i vetëm dispozicion të popullit shqiptar. Nëse një shqiptar nuk ka drita, rreth dua dritën, ai arrestohet. Nëse një shqiptar nuk ka ujë të pijë, ai detyrohet, jo që arrestohet, por dhe i heqën zvarr. Nëse një shqiptar, e kam fjalën 97%, do të hapi një pus për të pirë ujë, të vaditi domatet, perimet, atë nuk e len. Një hajdut, një deputet, një palo ministër, o një president, një rrugaq si ky që është tani, e len $10 miliona. As afrohet para gjyqit. Të dashur shqiptar, 3 shekuj më parë, shqiptarët patriotët nga Shqipëria arritën në Amerikë. Me fondet e tyre është pasuruar Amerika. Por ata kanë bërë një diçka që mbahet sot mend në Amerikë. Dofta ju shqiptarë nuk e dini, po e them sot, është me dokumenta. A e dini ligji kanunit? Të dashur shqiptar, ligji kanunit ka qenë në tokën e shqiponjave, që me para patriotët, që në Aleksandri Madh, në Teuta, në Skënderbeu dhe para Zokut. Ka qenë ligj i rregull për të gjithë, njësoj. Shqiptarët u ngritën dhe shkuan në Amerikë dhe kanë bërë ligjin e kanunit, dhe ai ligj është sot në Texas të Amerikës. Të njëjtën shami mbajnë rreth ballit, të njëjtin ligj. Për shembull, patriotët shqiptar, ligji kanunit është, nëse ti ke grindje me një njeri për çështje deri, për çështje hasme, i thua të dalë të jap pritën o të jap filan ditë, filan orë të dalën bashkë. Ky ligj ka qenë i Shqipërisë, një ligj për të gjithë. Në Amerikë, në Texas, sot që unë po flas në këtë minutë, është i njëjtë. Armën e mbajnë jashtë, jo të mbuluar. Nëse kanë grindje me njëri tjetrin, dalën gati 50 metra larg njëri tjetrit dhe kush është mjaft. Policia e shikon.
Ai është ligji i kanunit. Ai ligj që ka mbajtur Amerikën për 300 vjet të dashur shqiptar. Ai ligj duhet urgjent sa më parë në tokën e shqiponjave. Cila është arsye? Dashur shqiptarë, këtu çfarë nuk po bëjnë në tokën shqiptare. Njerëzit që janë familjar, po i shkatërrojnë. Sot pata takim, kanë erdhur nga Fieri. 2 persona. Njëri kishte 3 fëmijë dhe tjetri 3 fëmijë. Ka arritur nga familjet më të mira të Fierit. Të fshatrave të Fierit, nuk po e them fshatin, po afër Fierit. I ka ndarë burrë e grua. Këta të fëlliqur. Këta të fëlliqur. Po arrin të dashur shqiptar, keni kujdes se po ndajnë. Po ndajnë kohën e fundit. Si thonë të vjetrit. Edhe gjarpëri, kur i bie në kokë, bishtin fillon e lëviz. Këta të gjithë në burg. Unë shikoj televizorit e Shqipërisë. Televizori Klani, një gjyqtare, në atë klan. Ky klan, televizori quhet TV Klan, ju e shikoni e në spont. Këtë televizor të quajtur Eni Qobani. Ju e shikoni dashur shqiptar Eni Qobani, që është ndoshur, është bërë si ata kacekët e fryrë, me paratë e shqiptarëve. Ka futur në grindje babë e birë, vëlla me vëlla. Ju bën pazar. Kjo është një ulje e moralitetit tonë të Shqipërisë. Është një ofendim qëllimisht. Është e përgatitur qëllimisht të dashur shqiptar, për të vrarë shqiptarët. Pra, ai e shikoni vetë në tavolinë. I biri Mijan, ema vërtet Mijan. Po i përçajnë shqiptarët, po i ndajnë. Ky televizor Klani i klaneve duhet urgjent mbyllur, se këta po bëjnë propagandën anti-shqiptare, propagandën për të ulur vlerën e shqiptarëve, për të çamratuar shqiptarët, për të ndarë babë e birë, motër e vëlla. Ai shini, ajo flet sepse dikush e paguan dhe merr një rrogë. Sidomos Ardit Gjerbea, ky fytyrë këtu, që breth me limozin, ku i ka gjetur parat ky? Përse e lejon këtë në televizor të flasi? Përse e bëjnë këtë përçarjen e shqiptarëve s'ka ndodhur asnjëherë në vend të botës, përveç se në tokën shqiptare? Tuajt po bëjnë një eksperiment për komi shqiptar, të dashur shqiptar. Po e bëjnë qëllimisht që t'u vrasin, qëllimisht t'u ndajnë burrë e grua, qëllimisht që të humni vlerën e kombit shqiptar. Pra, në Shqipëri duhet ligji të dashur shqiptar. Po e mbaroj me këta, me këto 2 fytyra. Këta. Edi Rama si kryeminist ndodhe sot, Edi ti mban përgjegjësi penale. Kur të vish në gjyq, se do e shpejt të gjyq, do kesh një dosje direkt, sidomos dosje do të kesh firmosur nga Pilinçi. Sepse ti e le këtë televizor të shkatërroj shqiptarët. Kanë vite që këta flasin kundra njëri tjetrin. E bëjnë qëllimisht. Qeshin aty, ndahen, bërtet i biri, bërtet e bia, bërtet motra, vëllai, vetëm e vetëm për të përçarë. Pra e di, ke kohë shumë të shkurtër, po e them edhe me ditë. Ti e di fare mirë që nuk ka zgjedhje. Ti e di fare mirë ku e ke vendin. Pra, ti e di fare mirë çfarë kam thënë. Ti e di mirë çfarë të kam dërguar. Urgjent ke ty. Pra, nëse ti e mbyll këtë televizor, nëse ti e mbyll Top Channel, që para ca kohe rrishin brenda me një kosovar, me një shqiptar,
i thoshin shki, kurse ai familje të vrarë nga sërbët. Pra këto benjue, ja dha çmimin o Topçelli. Di pse ja dha çmimin? Se arriti Kosova do të dikte edhe vendi ku ishet. Por, dosja juaj është mbushur. Ju e bëni qëllimisht të ulni shqiptarët kanë një nder. Për një nder shqiptari të vret. Të dashur shqiptar. Nesër është gjyki i Berishës. Gjyktare, e di mirë. Çfarë mund të bësh nesër? Unë nuk them ta marrësh Berishën ta varësh. Jo. Unë them të paktën 10% të dosjes të dëmtuar, të dosjes me të vjedhur. 10%. Shpjere, atje ku i takon vendi. Spaku i ka sjell. Spaku foli përsëri sot në mëngjes. Dhe ka thënë që politikanët do bëjmë të fundit, të gjithë kanë vajtur ftesat e arrestimit, të firmosura. Gazetarët e vjetër zënë dhe flasën. Jo, arrestime do bëhen pas votimeve. Nuk ka votime, ka arrestime. Nuk ka vetëm për shqiptarët ka gëzime, 97% me qindra mijë që mua më dërgojnë edhe thonë, ore pilin që i kalovi data 15, përse nuk janë arrestuar? Unë ua kam thënë dhe përsëri u them, dashur vëllezër, shqiptar, kudo që ndodhe, pilin që ka një emision, ka një amanet, ka amanetin e të parve, se kam fjallën vetëm për familjen time, ka amanetin e veriut, ka amanetin e jugut, sepse janë vrarë me shekull për këtë kombë, për tokën e Shqiponjeve, sepse kanë 32 vjetë, nuk po e gëzojnë fëmijën që kanë rritur me bukthat, po ka ikur matandetit. Pra, nuk po e gëzojnë, nuk po e martojnë fëmijën, nuk po gëzojnë me niprat dhe stërnipat e tyre. Pra arsye, se këta i ka larguar. Ka ngelur vetëm kapela republike ish komunistët. Ata ishë goni vetë në për Tiranë, në për Lulishtet, lozën letra. E po t'i pyeq, po pension e ka mirë, unë marrë 500.000 lekë. Do me thënë, merë $500. Sepse ka qenë oficer. Dashur shqiptar, jeni të bindur. Vetë qeveri e re, ata që kanë qenë oficer të sigurimit, që kanë dëmtuar këtë kombë, a i dojë të lumtur të marri $80. Po ta bëjmë në të kundën, ati bujtë ku të ati që ka punuar në për kanale në për ferma, i burkosur, i intrenuar, familjet që i coptuan, familjet e patriotëve, sot, nënat e tyre, baballarët e tyre marrën 80 lekë, dhe oficerët, që i kanë rrafë, që i kanë torturuar në përburgjet, marrën nga $500 në muaj. Tini të bindur bashkëdhetar. Tini të sigurt, qeveria do bëhet me ju, me patriotët. Unë gjithmonë nuk kam bërë ftesë, e janë i sa më parë. E di që po prisni arrestimet dhe natë që i kam patur dhe më shkruani. Po të arrestohet Ilir Meta, jemi mirë. U arrestua Ilir Meta. Po të arrestohet dhe ai i bashkisë, atë duam. Ja pra iku edhe. E kërkojnë Edi Rama. Jo. E ka radhën Berisha. E ka radhën gjithë ata që kanë vjedhur. A i shini bashkëdhetar, dalën në gjoja për votime, dhe thonë do të këthejmë 7.501. Atë 7.501 janë 5 veta që kanë bërë të dashur bashkëdhetar shqiptar. Rami Salia, Sabri Gotua, Gjenushi, Nanua, Ceka, e kanë bërë 7.500. Berisha në krye.
me gjithë gramos pashkon. Këta e kam bërë 7.500 që se dha urdhë Sërbi. Pra, e bën qëllimisht për të vrarë vëlla me vëlla. Absolutisht asnjë s'ka marrë pasuritë e tyre. Por, shumë shpejt, çdo njeri do ketë pasuritë. Një person o një familje nuk ka pasuri, nuk ka liri. Liria është te pasuria. Në qoftë se ke pasuri, në qoftë se ke drejtësi. Pra, të dashur bashkëdhetar shqiptar, a i shikoni këtë broshurë të vogël? Ky është ligji kanunit në Amerikë. Ky ligj do bëhet në Shqipëri. Tamam si ligji i Amerikës. Ligji i Amerikës është, dashur bashkëdhetar, je president, je deputet, je senator, je bujk, je në fajër, ligji është një për të gjithë. Pra, ky ligj është botuar, është kthyer në Shqip. Ky ligj do keni të dashur bashkëdhetar shqiptar. Jeni të qetë, të flini rehat, kur ky ligj është një për të gjithë. Ky ligj i kanunit që ndodhet sot në Teksas do mbrin në tokën e shqiponjave aty ku është nisur mata në oqeanit 3 shekuj më parë. Kjo pra është realiteti. Pra, kthehemi një herë. Nuk ka zgjedhje. Këta kam fjalën për Berishën. Berisha ka marrë programin tonë, dashur shqiptar. Ky program që ka Shqipërinë me kufi natyrore. Dhe në faqen e dytë ka shqiponjën e Shqipërisë. Ky është feja jonë. E di që ishën pashkët për krishterët, për katolikët, gëzuar e njëherë, si që thash të premten, por feja jonë është ky, flamuri, mbi të gjitha. Të dashur shqiptar, Berisha del dhe thot, do t'u jap, thot, $200 pensionistave. Tash i thot 500, sa shthemi ne. Pensionistët kemi thënë që kush bërë programi, e vetëm parti, Shpresa Demokrate ka bërë programin me 51 pikë. Dhe në program, thot, bashkimin e kufive natyror, dhe faqe dytë është si pagohet pensioni $600. Si do pagohet policia 1200 më 2 javë. Si do pagohet arsimi, ajo është kyçi, ajo është kultura e shqiptarëve. Do pagohet fillon me 1000, me klasat e ulta, vazhdon deri më 2500 në muaj sipas diplomës që ka. E kam fjalën sipas diplomës, jo sipas diplomave të këtyre që janë deputet, ministra, janë diplomat e plepave, këshu e dëgjoj edhe këtu në Shqipëri. Also, a i shini në parlamentin e Shqipërisë që nuk din të flasën? Pra, të dashur shqiptar, u erdhi dita. Të dashur nëna, kudo që ndodhi në Shqipëri, edhe në Amerikë, erdhi dita juaj. Erdhi dita t'i gëzoni fëmijët tuaj, që i keni rritur me co bukë. Erdhi dita t'i gëzoni niprat tuaj, mbesa, t'i martoni. Nuk keni parë një ditë të bardhë ka 100 vjetë. 46 vjetë me regjimin bolshevik dhe 32 vjetë me regjimin e hajdutëve dhe të rrugaqërisë. Këta hapën propagandën një do bëjmë zgjedhje. Jo shqiptar, nuk ka zgjedhje. Mos shkoni pas tyre. Ata u kanë vrarë. Ata u kanë pa bukë. Ata u kanë pa ujë. Pra, erdhi dita e juaj të gëzoni Shqipërinë, do bëhet me president si në Amerikë. E diçka tjetër. Lachevita që u ka erdhur këtu, ai me kroshi, ai me 2 fytyra. Unë jam në Amerikë dhe jam në vendin e dur. Ka 50 vjetë, kam dhe njak për tokën e bekuar të Amerikës. Nuk kam dhe njak për vjedhje, po për të mbrojtur tokën e bekuar të Amerikës dhe tokën e bekuar të Shqipërisë.
Ja pra këtu jam. Ky. La Cevita është spanjoll, edhe arab. A shikoni fytyrën e tij? Në herët ka një fytyrë këtu e errët. Unë kam kompetenca të flas. Ai ishte në ndjekje. Kanë ardhur nga Amerika, po e ndjekin këto ditë, e ka marrë shumë para. Të dashur shqiptar, kur i mori parat, i mati me i metro. Jo me të nëmruar. Gjaku i tuaj për 32 vjet, ata po japin parat. A i shini që po bejnë dhe kuks, po japin naft fshatarëve. Pyetja, ku gjetën këto para? Që japin naft? Ku gjetën këto para për makinat që shkojnë në Resht, si të Edi Ramës e të Berishës? Apo këto gjoja partit e reja me mustaqe të bardha? Sheu i vogël, sheu i madh i Tiranës, ka qenë zëvendës kryeministër. Prap, a i kërkon të vjedhi. Pale, një Spartak Gjela. Del në televizor dhe u thot, po, Edi Rama do fitoj, o Spartak. Të një fare mirë. Dikur, të jipim të dhena. Po ke kohë që s'merr të dhena nga Amerika. Ke filluar dhe flet në televizor në mëngjes, mas dite, dhe u thua atyre gazetarëve që nuk din, nuk t'i njohin. Po, unë kam bistuar me një ambasador. Amerika kështu, t'i s'di asgjë. Ti di vetëm dhe bolqevikve. Pra, ti njoh mirë, mi Allah matite në për televizor. Pra, ti e di fare mirë, që Edi Rama e talim të lirë, e zemë se s'do bim qevrit e këti ke lim të lirë. Edi Rama është nëruar 7 vjetë, Spartak ti e di fare mirë. Dhe, thua jam edhe jurist. Pra, ti e di mirë punën time. I shëgon në Facebook, çdo ditë, i merr të dhenat nga mua dhe i fillon flet. Po, Amerika e çdo gjë. Spartak, Amerika jemi ne. Dhe ne jemi në Amerikë. Ne jemi në Shqipëri. Ne jemi kudo. Të gjithë do arrestoheni. Të gjithë para gjyq do vini. Ku i gjeni këto kostume pa punë që i blini? Të gjithë ju, partitë e reja, ku i gjeni parat ju që shëtisni në për Romë, në Greqi, në për Shqipëri, bledhjet 4 anë, nga gjetë parat ju që i keni hapur 6-7 parti të dashur shqiptar. Toka e Shqiponjave e coptuar janë 2 parti. Një e quajtur PS, e një e quajtur PD, ajo është më keq se PS-ja. Janë motra të 2. Dhe këto partit e tjera janë satelitët e tyre. Të dashur shqiptar, do kthejmë dhe gjyqtarja që ka gjyqi nesër. Gjyqtare, nesër je para hajdutëve, para një avokati që zbarë dhëmët dhe shan spakun, byron kombëtare. Nesër do t'jetë fati jotë. Fati i zanatit tëndë. Fati familjes të ne. Nëse ti nesër e shtyn përsëri gjyqin, mendohu mirë, se ka ardhur koha e patriotëve. Amerikën e keni kudo gjyqtare, ne u njohim emër me emër mbi emër, çfarë hani dhe çfarë kini, se kam fjalën vetëm për ty, për gjithë gjyqtarët, sidomos gjyqtari i Fatmir Mediut. Fatmir Mediu dushe 4 vjet në burg, pasuri që ka. Dhe kur ishte ministri, ministri i luftës, që ai s'ka shkollë fare, është një ordiner. Ai u jepte para dhe këngëtoreve. U bleu dhe një vilë në New York. E din gjitha. Pra,
gjyqtar, këtë javë duhet të hapësh gjyqin, sepse Fatimiri duhet arrestuar. Patjetër, do arrestohen të gjithë. Do arrestohet zëvendës kryeministria këto ditë. Pra, kjo peshorje e Qeshini, e ky Çekani i Qeshini, i gjyqtar, fletë e arrestimit, u kanë erdhur prokurorët, u kanë thënë, e çfarë të bëj Spaku? Spaku thot, do arrestohen të gjithë politikanët hajdut. Çfarë bën ju gjyqtar? Shqiptar të dashur, e janë sa më parë në Partia Shpresa Demokrate. Programi i saj dhe kushtetuta e re, kanë fjalën ligji kanunit që ndodhe sot në Texas, po thuaj në qerekun e Amerikës, është ai ligj. Është ajo veshje, tamam si malsorë dikur ku vishqe. Pavarësisht sot s'kan asgjë. Po kishin një besë. Por këta, rrugaqëria, po i ullë. Po ullë karakterin e shqiptarve. Po fuqerë kudo. Të dashur shqiptar, tini të qetë. Do jenë të gëzuar 97%. 3% do jenë të idhruar. Aq na bën. Unë po flas hapur. Të qajnë dhe fëmijët e tyre. Siç kemi qanë ne. Kanë vjedhur shumë. Kanë dëmtuar Shqipërinë. Kanë dëmtuar Shqipërinë me të 4 anët. Nuk din ku i kanë fëmijët, po e përsërit të dashur shqiptar. Pra, nesër, në orën 6, përsërit do t'jemi, mundet, po nuk jam i sigurt, mund t'ju hapëm me 11 para dite. Të dashur shqiptar, natën e mirë, vrini të qetë, do ketë qeveri teknike, këto ditë do bie një tërmet për hajdutët dhe për rrugaqët. Natën e mirë, të dashur shqiptar, gjumë në emël dhe prisni fëmijët tuaj të vinë ata që janë për te detit tonë e për te oqeanit, do kthehen këtu. Natën e mirë, të dashur shqiptar.